Në ditën e 5 të grevës së orisë, ambienti ku qëndrojnë 22 tetraplegjikët është vizituar nga përfaqësues të Ministrisë së Punës, të kryesuar nga zëvendës ministra Filloreta Kodra. Reagimi nga ky institucion ka ardhur një ditë pas vizitës së këshilltarëve të presidentit të kryesuar nga Maksim Cikuli. Kryesia e grevistëve ka përsëritur kërkesat, ndërsa nga ana tjetër, zëvendës ministra Kodra foli për plotësimin e kërkesave. Kryetaria e shoqatës Ybere Prizareni bën të ditur se tetraplegjikëve u është premtuar një zgjidhje e shpejtë e situatës brenda ditës së martë. Me përfaqësuesit e Ministrisë Punës, me zëvendës ministrin e Ministrisë Punës Çështjeve Sociale dhe me drejtorin e kabinetit ministrit, diskutuam dhe ram dakord për 3 pika që ne i paraqitëm, ato të na i sjellin sot të vullosura nga ministri me projekt propozim për t'ia dhënë nesër qeverisë dhe në qoftë se qeveria do mbledh dhe do aprovoj pikat tona, ne nesër ndërpresim grevën e orisë. Po kështu, situata e grevistëve është parë nga afër edhe nga përfaqësues të Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Kryetaria e këtij komiteti, pasi u njoh me kërkesat e invalidëve, foli për një raportim të qartë të situatës që do të ndërmarrë për këtë rast ky organizat. Nga ana tjetër, grevistët deklarojnë se janë të vendosur të shkojnë deri në fund grevës nëse kërkesat e tyre nuk marrin zgjidhjen e duhur. Presim përgjigje nesër. Në rast se ato nuk do na kanë përgjigje, e kemi lënë që grevën me vazhduar deri në pikën e vdekjes. Pasi nuk morën asnjë përgjigje për kërkesat e tyre, por edhe pas shumë protestave në rrugë, para dhe tetraplegjikët u ngujuan në një grevë urie pas ditën e së njëjtës.